Po në shtator që tha do filloj revolucioni, Nuk e kemi thënë kur, as kush. Jo, këto do dalin të demonstrojmë. Illi, tash do të kthejmë prapë. Këto teorit, revolucioni, shtatori, prit, i kanë thënë banalistët që keni ftuar ju në përbanaqe të paguar nga bordet e qeverisë për të krijuar një ide të rreme tek njerëzit që njerëzit të zhgënjeshin nga opozita. Po që do fillojmë revoltën, keni thënë do fillojmë betejat në parlament dhe kudo. Tani vajti në dorë, ku i keni betejat? Betejë në parlament vetëm? Kudo? Që ndisin në një fiqe egzat aty? Mos u mërzit pra. Por njerëzit në rrugë, ku i keni flamur? Nuk i kemi ftuar. Kur t'i ftojmë do të them ku i kemi. Po pse si ke ftuar? Ato është çështja ime. Babai mitingjeve në Shqipëri, prodhusi... Strategjin nuk ma vendos ti ju. Njeriu që ka lindur, jo me strategjin e bëjtimo, po... Atëherë? Ore këtë, njerëzit ku i ke vlla? Sfare thjesht, njerëzit. Njerëzit janë, ata që janë Shqipëri, janë Shqipëri. Njerëzit në rrugore. Janë jashtë, kjo është. Dhe disi e merë e bëdhen e diramënave. Jo për shëmet ngrina, më lezon mua ti metafora këtu. Metafora. E disi e bën e diramën, e i zvarë më. Po qëse ke njerëzit. Ku janë njerëzit, lemur? Pa kështu thua e cemi që atë duesh më. Këtë del tani dhe mban fjallime në botë. E ke para? Në Francë mban fjallime si lider ndërkombëtar dhe nuk ka asnjë shqetësim. Jo lider ndërkombëtar. Ky del në të gjitha seminaret, sepse s'ka asnjë shqetësim. Po s'ka asnjë shqetësim këtu. Shoqatat e Sorosit në të gjithë. Jo mor jo. Po mor. Me presidentin Macron dhe me këta. Po mor po në të gjitha. Po Sorosin, Macronin, Sorosi e ka përdo. Ore del me udhëheqësinë perëndimore më të rëndësishme. Në të gjitha konferencat. Dhe mban mbledhje. Seminaret. I bën Sorosi. Takimet e shoqatave të Sorosit janë Sori vajt 100 vjeç o flamur. Ylli kjo është për një njeri që nuk ngretot po ture tani, o flamur. Kjo është e vërteta, vazhdojmë. Dhe as i ditë nuk rritë të trajtoj hallet e shqiptarëve. As janë ndjen. Se sot çmimet në Shqipëri janë më të shtreta se në BE. Kjo vete në për Evropë, kjo vete në perëndim. Kjo vete në perëndim, më fal flamur, kjo vete në perëndim dhe mban fjalimet gjata. E thret Sorosit aty, akoma te Soros. Po pa diskutim. Shqipni sot e keni foto me Alex Sorosin në këto aktivitete. Në çdo aktivitet ku e shihni. Ai se ka fshehur më. Fal, ju themi që unë. Po nuk e ka fshehur më Alex Soros. Ai vajti në vajti. Ja të ta them. Po vajti në Amerikë, më ndas me tip. Shikojeni në çdo takim, në çdo plenim. Po dasmori kryesor. Ata more. Po më. Në çdo seminar, në çdo aktivitet, në çdo konferencë ku ka shkuar këto 2 vjet, vetëm ndiqni Aleksin. Aleksi poston foto me të prash kudo tek aktivitetet e Sorosit. Tani ke gjë për të thënë vetë se unë s'kam fuqi. Unë të thira, si që kam vënë atje për të shpjeguar opozitën, ti shpjegove Edi Ramën. Faleminderit shumë, se dhe kjo detyrë. Por Edi Ramën... Jo shpjegove vetëm Edi Ramën. Unë nuk vi për të folë për opozitën këtu. Opozita më që do bej. Për hallet e tyre... Ne s'do të pyesim për opozitën. Fare. Në një pushtet që i ka marrë të gjitha gjerat. Tu e keqja është qeveria, ju jeni jo, emisionet të gjitha, su e keqja është opozita. Kuj buri këtu? Kjo e gjitha në shërbim të qeverisë. Buri këtu, thua ti i ka marrë gjitha. Jo, unë them. Ti si do t'ja eqesh, zotëri. Jo, zotëri. Të thira unë sot. Jo, zotëri. Të spjegosh që do bëj opozita. A di pse s'më ke thirë për këtë? Sepse unë nuk ka marrë për këtë. Unë ka marrë për t'ju thënë shqiptarëve çfarë është narkosi, ku është, si po e shkatron këtë vënd, si po e vjedh këtë vënd. Ore ti ke dalë që t'ju thuash unë kam ardhur. Të rëzoj narkosin. Po, mërë zotri. Të rëzoj këtë njeri unë më të korruptuar në botë. Jo, kush është ky? Po pse çfarë ti romanciero? Jo, zotri, jo, unë jam politikan. Po politikan ti duhet të rëzosh atë. Nuk jam avokat i narkosit dhe për të sulmuar opozitën si bën ju. Ne? Po. Po si e sulmuar? Po, gjithkohën. All time. Me që deshin. Është një këngë lumi që mori vunonë, i marën dhe qeparonë, dhe duke sikur mbaroj, vjen fraza ti dhe duke sikur mbaron, se s'mari dhe fshatin tonë. Flamur se... Fshatin tuaj nuk besoj ta marë, se Barmashi është i fshat shumë i lezetshëm dhe i këndshëm, por studiot e televizionin tuaj mund ta marë. E merë. Mund ta marë. O, vlaj Olsi Rama. Vlaj... Ka shumë gjasa. Vlaj Edi Ramës. Ka shumë gjasa, po. Pa i ti, ta kishte marra i do shpëtonim... A deshet ta them. Po ta them. Po do kishin shtuar se do merrin më para. Një nga arsyet pse ky televizioni juaj është kështu është sepse mbrapa kuintave është Olsi. Olsi Rama. Po. Sipas informacioneve tona. Ky Olsi si s'dëgjon. Ç'të të them? Të na ikte në një qeveri. Ç'të të them? Se gjendjen nuk e kemi të mirë. Ç'të të them? Nuk e di, ju e dini gjendjen. Kështu është e vërteta ju. Po pse po ta kishte Olsi Rama këtë, mendon ti? Po ne do kërcenim valle më. Ju.
Si të tjerët. A shef? Si ju, mo. Si kërceni. Ku kërcem ne? Jo ti, mo. Jo në asnjë. Pjesa të mu se opozicja e zvalle, mo. Ndërton Gratacella. Jo. Ua. Jo, Ramor. Jo. Ua. Ajulli. Thuaj njerëzve çfarë duash, zotri, ke minuta sa do t'i në dispozicion. Rasti Nuk kam më pyetje. i skandalit të fundit me Belinda Ballukun tregon që kemi një shtet i cili funksionon vetëm për të zhvatur taksat e shqiptarëve. Prapa këtij skandali fshihet Edi Rama, ai po bën kurban Belindën si pasojë e lojrave të brendshme, por Edi Rama është strumbullar e gjithave. Tashmë kumbulla mas shpine nuk mund të thotë se kanë hëngrë gjithë. Po për lirimin sepse brenda kumbullave dhe në kryet kumbullave tashmë kjo çështjet e të shumë të tjera është vetë Edi Rama. Po për lirimin e Veliajt, është ai po. Lirimin e Veliajt nga gjykata Nuk di tjetër. kushtetuese nga kushtetues. Jo lirim fizik, jo. Flas për lirim. Jo lirim ai ishte në burg për çështjen e parë, që u quajtë antikushtetuese pushimi i tij. Jo. Gjykata Gjykata ka vendosur antikushtetues dekretin e Bajram Pengut dhe pushimin e nga kryeministri. Prit. Dhe antikushtetues edhe vendimin e Këshillit Bashkiak dhe të Edi Ramës pastaj? Edi Ramës dhe të Këshillit Bashkiak të urdhëruar nga Edi Rama. Të urdhëruar nga Edi Rama. Po. Si një shenjë, ata kanë vendosur ligjërisht, por kjo tregon që Rama për t'i larë duart sa më shpejt shkeli kushtetutën, shkeli ligje se do të larë duart nga Erion Veliaj. Të njëjtën gjë do vazhdoj edhe me Belindën. Kanë filluar që sot linçimi i saj gjithandej. Ç'a bën? Linçimi. Po. Nuk e pranojnë, ë? Gjithandej. Shikojeni gjithë qeveria, të gjithë kanë filluar të heqin fotot e të gjithë. Ja, kjo është e gjitha. Të nderuar. Shumë funksionojnë. Pra Kuqedra ha klyshtë vet brenda për brenda. Flamur të falenderoj. Por ka ardhur momenti të bjerë. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë edhe unë Ylli. Për mbrëmjen e sotme, kënaqësi është gjithmonë kur unë jam me ty. Edhe unë kur jam me Ti thua gjërat e tua sepse dhe ato të duhen, e kupton? Puna tënde. Unë do them atë që ju duhet shqiptarëve. Unë do të pyetje edhe që ju duhet shqiptarëve, por këtë nuk e dim. A ju duhen Besoj që hallet e tyre, çmimet, pasiguria, vjedhjet. A ju duhen të gjitha këto shqiptarë që kriminaliteti i shqetësojnë shqiptarët më shumë se sa halli. Çfarë thonë opozitarët me njëri tjetrin? Të falenderoj. Që bëni ju them. Nderuar të shikues, ishim në një emision maratonë me 3 pjesë sepse siç edhe jo thamë, në orën 17 të mbrëmjes sotme, gjykata kushtetuese dha vendimin për Erion Veliajn dhe ne u detyruam të bënim pjesën e parë ta ndërtonim mbi këtë bazë dhe emisioni fitoi më shumë hapësirë, më shumë kohë dhe u bën 3 pjesë.